këtu ujë sa për të qojtur. Dhe ja u them unë jam nga Skrapari, dhe vinj, domethënë kam 17 vjet që kam ardhur këtu. Më fshat, domethënë që eshi jashtë loje e kanë lënë pas dore, edhe nuk ka këtu. Është vetëm 9 kilometër larg nga qyteti. Po 9 kilometro nga qendra, se 7 është fare, po 9 është nga qendra. Domethënë sa një lagje Korçës, dhe të rri pa ujë. Ujë ka i çpo një pompë atje me një pompë i ka sjell një ujë të papishëm. Ashtu. Dhe një rrugë, ju mbasë e patë rrugën si ishte. Rrugën 2 kilometra, turp i matë, nuk e çojnë deri atje, përse? Sepse këta gjysmë, domethënë, është punë për tish. Ja u them unë ta marr vesh ndash çdo televizion. Domethënë, që janë këta, unë jam socialist për qenë, e po flasë për këta se shumica demokrat këtu këte lartë edhe kanë lënë rrugën, kështu mendoj unë, rrugën pa e shtruar. Nuk vendor domethënë vetëm pas interesave, jazek dhe turp. Vete ble ujë unë, të ble ujë, kanë fëmijë të vegjël të djalit, apo vete mbush djali im në Voskopoj ujin, ose ta ble në Korçë turp, këtu në Korçë. Sa lek në ditë shpenzoni për ujë të pishëm? Po, llogaritë më di 5.000 lekë dua. Unë jam 5 veta, po pa 5.000 lekë të vjetra, domethënë nuk diskutohet e punë. Ku ai investimi që u bë për mua është bërkot, se ne kaq ujë kishim edhe ku kishim një burim për fshati këtu lart. Edhe ai i pishën paktën. Tani e përzihen dhe atë që ishte dhe e përzihen me ujin që çpuan atje dhe vjen me lumbra i papishme kanë nxjerrë ekspertë kush e ka ashtu atë. Nuk ka me fjalë. Unë kam po them një, kam 17 vjet këtu. 18 më bëj, gjithmonë kemë vojt për ujë. Për ujë nuk ka... Sa e vështirë është kjo për banorët e kësaj zone? Si ja bëni? Po si ja bëni me këto që thash. Domethënë që vetëm me të blerë ujin ai që ashtu, ka dhe një shqepin, nga e keqja, s'ka lekaj, nga ky do pi. Dhe s'mure dhe vem për spitalet. Ka pasur njerëz që ka pasur probleme me shëndetin për shkak? Po me shëndetin pa tjetër ka, se që vjen për spitale ashtu, e themi tani se nuk jemi ekspert për atë punë, po edhe nga ujit është. Të smurën e ben. Ai që ka mundësi e bleh, pa i s'ka mundësi ç'a do bëj. Që të blesh ujin sot me fjalë turp këtu në Korçë.